Historia e artit e konsideron pikturën në natyrë të hapur si një prej zhanreve më të vështira dhe sigurisht që kërkon një tjetër mendje. E pikërisht nëse flasim për këtë pamje që hapet me liçenin e dritës, Ohrin në Pogradec, ku me qindra shkrimtar, poet, artist dhe piktor vazhdojnë të frymëzohen prej tij edhe sot. Të pikturosh natyrën përreth liçenit është një punë që kërkon përpos talentit edhe ndjeshmëri për këtë vendodhje miliona vjeçare. Tre piktorët e liçenit të dritës, Artani, Angel dhe Joani, sot po punojnë në këtë pjesë të magjishme të Ohrit, një mision i tyre disa vjeçar për të promovuar Pogradecin përmes pikturës në lëmin e madh të turizmit kulturor. E ku ka më bukur se të përjetësosh këtë natyrë, ku shikimi të tërhiqet me njëherë nga varka Buzgjolit, qetësia, mali dhe krenaria e lashtësisë së Enkelanës. Për tre piktorët tanë, autoktonia, mbretërit i lirë, historitë e lashta dhe rrëfenjet e trashëguara deri në ditët e sotme janë një prej atyre shtyllave bazike që e mbajnë artistin me këmbë në tokë sipas tyre. Artan Kaja thotë se turizmi pa artin nuk do të ishte kaq i sigurt sepse sipas tij, turistët kur shohin një piktor ndjejnë më shumë siguri për të qëndruar në një vend të panjohur për ta. Me artin ti krenohesh. Më trego kujt i afrohen turistë. Unë sa që kanë dalë në majtë të malit, më kanë ardhur ka 30 francezë. Se nga dalin, nuk e di, ata që zdisin. Kur shikon artist, është i sigurt, është, nuk e di, krijon afrimitet. Kur shikon një piktor, në mes të gështenjave kam qenë unë, më kanë ardhur një grumbull i madh me turistë që shkonin te kisha e Kabashit. Dhe kjo kanë folur, kanë bërë foto, të gjithë bëjnë foto. Pa ata fotot që bëjnë ata në këtë breg të mrekullueshëm liçeni, duke pikturuar unë, ato përcillen anë mban botës. Sa ata kanë miq, i përcjellin nëpër faqet e tyre të Instagram, Facebook, çfarë kanë rrjetet sociale, por rrjetet sociale tani janë bërë një fuqi në promovim. Janë të fuqishme. Edhe unë postoj gati për ditë. Pikturo posto, se dua që arti im të mos e bëj vetëm për vete, t'ja dërgoj të tjerëve. Kjo është fuqia e artit. Të kënaqësh njerëzit. Futem në faqet tuaja që postoj video, pikturat e mia nga qyteti im. Përshkruaj vendin nga i postoj këto. Dhe kam marrë mbrapsh, turistët kërkojnë të dinë ku është ky vend. Se unë nga që bëj video duke pikturuar, duke edhe ata janë të interesuar, se shumë, për shembull në vendet e largëta, pak veta e dinë se ku bie Shqipëria. Imagjino, jo me Pogradeci. Ti me një piktur i përçon atij dhe miqve të tij vendin ku ndodhet ky vend prallor. Se njerëzit janë të etur për Pogradeci është vend i virgjër, i parrahur. Imagjino, shikoj këtë gjë. Ku jemi ne këtu? Kjo është virgjëria e një vendi. Pogradeci si qytet, me pak investim mund të bëhet, me bindje them, jo perla e Ballkanit, po perla e Europës. Unë kam gjezisur shumë vendet e Europës. Kur nuk do të ndroja Pogradecin në asnjë vend? Nga bukuria, nga mirësia që dhuron ky qytet. Qytet që fal dashuri. Tre piktorët e liçenit arrin si pak të tjerë të evokojnë këndvështrimet, magjinë dhe bukurinë e natyrës, brenda së cilës figura njerëzore ka humbur përqendrimin e saj. Edhe pse pikturat e tyre kanë tema natyrore të përbashkëta për liçenin e Ohrit, ata janë megjithatë piktorët e parë që po e promovojnë nëpër botë natyrën e vendlindjes së tyre. Nuk do t'i ndahesh asnjëherë Pogradecit, po erdhe një herë Pogradec, bjen dashuri me Pogradecin dhe nuk shkëputesh kurrë. Këto fjalë nuk i them unë, i kanë thënë brezat që kanë shkuar. Pogradeci për mua si artist është perla e Ballkanit, mund ta llogaris. Këtu gjen çdo gjë. Këtu gjen liçenin, gjen malin, gjen fushën, ajrin e pastër. E dini që ajri më i pastër në Ballkan është në Pogradec.
dhe gjithë njerëzit me probleme nga mushkërit vinë në Pogradec që të shërohen. Pogradeci është fal dashuri. Pogradeci ka çdo gjë, edhe njerëzit i ka të butë, të mirë. Po këta njerëz kanë një histori 8.000 vjeçare, jo pak 2 kilometër që këtu është zbuluar këto kohët e fundit, është zbuluar jo, është zbuluar vendbanimi më i lashtë në Europë, ku prodhoi, ku mbillej nga Pogradeci, enke lana, enke lejt kanë qenë prijes mbreti Bardhyl, nga Pogradeci vjen. Ne kemi histori shumë, historia e Pogradecit e ke parasysh se gjithë shqiptarët thonë që Pogradecarët janë njerëz të butë, të ëmbël. Nga kjo vjen edhe ajo, nga kultura, se është kulturë miraveçare, bëhet fjalë për 400 vjet para Krishtit, kur enkelejt luftonin me Maqedonët, me mbretin Filip. Imagjinon çfarë histori e ka ky vend, 8.000 vjet histori që këto brigje të këtij liçeni kanë njohur njeriu, civilizimin. Prandaj, për të flasësh kurse unë si artist, në çdo moment, kudo që të dalë në Pogradec, unë frymëzohem. Unë s'është se dalë vetëm në liçen. Unë dalë maleve, kam shkuar, se Pogradeci s'është vetëm liçeni, këtu që e rrethon, që është shperël, po them. Ka edhe Mokrën, ka liçenet e Lukovës. Liçenet e Lukovës unë kam shkuar, kam pikturuar, nuk e di, ishte tjetër botë. Në të majt një peizazh natyror me pemë, liçeni dhe mali në sfond, në të djathtë një pamje e mbushur me dritë dhe ngjyrën e vërtetë të ujit, territore që ngjizen kaq bukur si në aspektin hapësinor, ashtu dhe në atë simbolik ku identifikohet qartësisht edhe perspektiva. Liçeni i Dritës është, për mua në radhë të parë është, si të thuash, një nga pjesët e mia më të rëndësishme, e cila çka do të thotë, që e kam lidhur jetën time me këtë vend, me këtë liçen të mrekullueshëm, i cili asnjëherë nuk është në po të njëjtën situatë, gjithmonë është në lëvizje, gjithmonë është në ndryshim. E dashurojmë me pak fjalë. Kam disa cikle në studion time, të cilat i punoj dhe ato paralelisht, por në periudha të caktuara. Në shumicën e rasteve është stina e dimrit, cila dhe klima pasi bëhet një çik më ftohtë këtej, atëherë gjej kohën dhe punoj për këtë pjesë. Më tepër pjesa e helenikëve tanë, më thënë që është Lazgushi dhe Mitrushi. Poezit janë shumë frymëzuese, kam bërë goxha ilustrime, njëre një kohë, tani më tepër janë fokusuar tek natyra. Pasi është edhe një formë, do thoja unë, një formë meditimi, një formë qetësimi. Unë personalisht, gjithmonë jap atë mendimin tim dhe mendoj që jemi të mbështetur deri diku, jo plotësisht, por që gjithmonë na suportojnë, na japin shtysë, dhe kjo është gjë e mirë. Mjafton vetëm nëse ti e ndjek atë dëshirën tënde me vullnet, me pasion, arrin gjithçka. Ka kosto piktura për një piktor? Ka kosto dhe saj, po anën materiale s'diskutohet. Por që kjo duhet mbajtur paralele edhe me punën, që ta justifikosh. Po, patjetër, po. Nuk diskutohet, por edhe kur i takon në natyrë live, është diçka, do me thënë, të cilën ata stopohen, kalojnë në disa minuta me ne, bëjmë pyetje të ndryshme, sepse jo rrallë gjenë piktor peizazhit në këto zona tani, do me thënë. Çfarë do doja ti të ndryshoje sot në Pogradec? Çfarë do doja të ndryshoja? Do doja që ti riktheshe i çik ajo periudha e vjetër, qytetit, ai intimiteti që ka patur njëre një kohë, që shpresoj t'i rikthehet me shumë dëshirë, dhe kjo është pjesa, sepse liçeni gjithmonë është liçen edhe nuk humbet në studion time private, që është tani jam bërë afërsisht 13 vjet, po, që merrem me
breza të rinj në studio, të cilët i kam grup mosha të ndryshme, dhe vazhdoj t'i ushqej dhe ata sado, dikush e përfiton plotësisht, dikush e ka si pasion, por dikush e ka edhe profesion, në të njëjtën kohë. Nxitja e brezave të rinj për Angelin është një mision dhe një thirrje e brendshme për të lënë një trashëgimi artistësh që din të përçojnë atë çfarë liçeni i jep shpirtit. Dhe piktori i ri, Johan Mata, një prej nxënësve më të mirë të tij, sot është në një tjetër nivel. Ky është një perceptim i tij për këtë kënd të liçenit, ku një familje turistësh kanë vendosur të pushojnë me rulonë e tyre. Është kënaqësi gjithmonë që shpeshherë të kaloj seanca të gjata në natyrë. Piktura ka lindur që në moshën e fëmirisë. Unë kam qenë shumë i vogël, ashtu si fëmijët e tjerë që nisin në edhin ato vizatimet e para. Talentin tek unë e ka zbuluar xhaxhai mamit tim, një piktor i njohur porgadecar, Gjergji Laka, i cili sot nuk jeton më. Ai insistoi që unë të vazhdoja dhe të merresha vazhdimisht me piktura dhe me vizatim, dhe që nga ajo kohë që në pjesë e fëmirisë është bërë pjesë e pandashme piktura dhe vizatimi tek unë. Gjatë viteve të fundit turizmi është rritur në masë edhe në qytetin e Pogradecit, ka ndryshuar gjatë sezoneve të ndryshme, gjatë pranverës, verës. Është bërë pak a shumë në çdo stin ka shumë turizëm në qytet. Patjetër që piktura mendoj është një promovuese e madhe e turizmit. Ne mundohemi të përcjellim këto emocionet tona nëpërmjet artit, por patjetër që promovon edhe një turizëm të shtuar, ka një ndikim në rritjen e turizmit. Po, liçeni, siç njihet, liçeni i dritës është një frymëzim. Çdo ditë sa herë që del në natyrë, sa herë që del në peizazh, të ngacmon dhe të frymëzon me gjendje të ndryshme të tij. Patjetër që ndikon shumë Poradeci apo Dimitër Pasko, Mitrushi, me prozat apo poezitë e tyre t'i japin ndjesi të veçanta kur i lexon dhe kur i ke parasysh kur zhvillon dhe seancat në natyrë. Që arti në Shqipëri është një periudhë tranzicioni. Sot që flasim, ka mungesë të mëdha galerish. Sot nuk kemi galeri kombëtare. Unë jam drejt përfundimit të studimeve dhe nuk kam parë akoma fondin e mjeshtrave të historisë së artit tonë që ne kemi studiuar në për libra. Por me shpresën që gjërat do ndryshojnë. Edhe pasioni është shumë i madh, kështu që ajo të shtyn që ne të vazhdojmë dhe të ecim para, pavarësisht të rrethanave që rrethohemi. Patjetër që është e vështirë. Sot edhe nga favorizuar edhe nga koha pak jo e përshtatshme, mali that nuk duket edhe i kam kthyer shpinën se thua për të kapur për të bërë të kundërtën. Pamjen tjetër më frymëzojnë shumë këto elementet e kampingut që lidhen edhe me liçenin. Është një natyrë e veçantë që sa herë dal në peizazh mundohem të kap gjendje të ndryshme që nuk e kam kaluar më përpara të peizazhit. Si në momente të ndryshme të ditës, gjithashtu edhe subjekte të ndryshme. Qyteti i historisë dhe traditave, kulturës dhe i poetëve dhe shkrimtarëve të përsorsur siç janë Lazgushi dhe Mitrushi, që me krijimet e tyre kanë frymëzuar një dinasti të tërë artistësh, është një frymëzim edhe për piktorët e liçenit të dritës. Teksa sheh këto punime të arrira të cilat sot po bëjnë xhiron e botës, mendja të shkon pikërisht tek mbajtja gjallë e një trashëgimie të vyer që sot po mbahet diku me vështirësi e në shumë raste me pasion. Këtë frymë duhet të përçojmë ne te brezat që vinë. Nis pak më të mëdhenj se Johani, duhet ta përçojmë te Johani. Johani tek të tjerët që njerëzit piktorët të dalin në natyrë, jo të struken në për studiot e tyre thjesht për të marrë ato lekët që do t'i fali ajo piktura që po bën ti. Ka mbështetje sot piktorët? Jo, të them të vërtetën. Nuk ka ndonjë mbështetje. Duhet na mbështeti shteti. A ka ndërmarrje? Ka sa dush institucione që i kanë muret bosh. Hajde blise, i kemi peizazhe të bëra në natyrë. Sa ja punë, se çfarë ja punë, kaq ditë bëj unë. Se mos kisha më në tru unë edhe nuk e dash këtu. E ke ba, atë ditë bëj unë. Ti hajde si shtet,
bli ato piktura, varin për institucione se ke art të vërtet. Me pak ndihmë financiare nga shteti në piktorët e natyrës, edhe të rritë do vinin pas nesh se do krijohej një siguri monetare, po ekonomike, po krijohet siguria ekonomike, krijohet e siguria shpirtërore. Kur ndihesh shpirtërisht mirë, ndihesh edhe në... Edhe shkolla është investimi i madh sot. Po, shumë investimi i madh. Mile ta thash se po ta përsëris, Akademia e Arteve nxjerr personalitete. Tani të shikosh një piktor, ti sa mbaron Akademinë e Arteve, mos ketë një mbështetje, thjesht kërkon që të futet një mësues vizatimi dhe me kaq ta mbylli karrierën e tij me mësues vizatimi. Talent. Imagjinon një talent që të kërkon të bëhet thjesht një mësues vizatimi e ta mbylli karrierën e tij, jo të dali, të ketë atë buxhetin e tij të vogël sa mund të jetë dhe dali të shijojnë aty. Pas një dite të gjatë në liqen, kemi ardhur në galeritë e piktorëve. Këto janë shtëpitë e tyre të ngrohta. Në studion e Angelit, sheh diçka që të bën përshtypje temase. Ciklet e tij për kujtesën kolektive të qytetit të vërtet. Një art tepër bashkëkohor dhe me koncepte të larta artistike. Po si mund ta ruajmë ne sot kujtesën? Ajo që është më e rëndësishme për të mos harruar nga kemi ardhur? Gjithçka është... Unë e shikoj edhe në disa punime që kam bërë, mundohem që të ruaj një pjesë të fasadave, që njerëzit tani për shembull me një sy të lirë i shikojnë, por nuk e ndjejnë dot atë ndryshimin. Më tepër për këtë pjesën e memorjes kolektive. Dhe dua që këtë ta vazhdoj si cikël punimesh, ta ruaj dhe t'ja u servir në mënyrën time. Unë mundohem që të lundroj gjithmonë jo në një formë të caktuar të artit. Eksperimentoj shpesher, kap dhe pjesën tradicionale, natyrat e qeta që i përkasin zonës tonë, objektet, sendet, me ato bëj edhe riciklime dhe i kaloj në instalacione, kap pejsazhin, kap atë anën e erët të pejsazhit, cili është ky cikli që më pëlqen shumë, siç ndiem dhe unë ndonjëherë në dimër, domethënë nga qyteti kur kalona e faza e turizmit, bie një qik në gjumë. Dhe kjo më ka trequr që e kam zhvilluar këtë cikël, do me thënë. Edhe ajo piknisja që të thash që parë nga drita e anës, për të neutralizuar objektet dhe pejsazhet që ne na rrethojnë. Me qenë komplet rastësore, unë pasi personi i cili më futi në rrugën e artit, ndroi jetë, unë nisa të punoj me profesor Angelin, i cili mapi derën edhe jam shumë mirënjohës, kam shumë vite që punoj në këtë studio, ku kam dhe shumë kujtime të bukura. Kjo është një punë në proces, ndërthur detaje, elemente nga realiteti, elemente të artit, gjithashtu dhe të një bote përtej fizikes, është teknologjia, e cila sot pothuajse të gjithë na ka mbërthyer. Edhe është e pashmangshme që të mos e prekim apo mos e shijojmë apo shfrytëzojmë. Këto janë detaje nga intimiteti tim, nga ajo hapësira e përditshme, e shtëpisë time. Unë madje kam dhe kujtime të cilat i ruaj në memorien time kur bëja vizatime dhe para në peizazh, në natyrë, dhe është pikërisht te pjesa përballë pranë liçenit, ku qyteti është ndryshuar shumë nga ato vite. Unë mbaj mend natyra mbizotëronte dhe ndërtimet sot janë edhe tepruar, le të themi, në mënyrën se si duhet të ndërtoshe. Edhe në studion e Artan Kajës sheh dritë dhe ngjyra që ai ka vjel nga natyra. Piktorët e liçenit të dritës e kanë pogradecin si dritën e syve, dhe kjo dashuri nuk i kushtëzon këtë as pak që ta përjetësojnë qytetin në pikturë në këto tablo për plot shpresë. Unë nuk jam nisur nga kjo, se çfarë kanë qenë ata. Për mua ata janë gjigantët e letërsisë shqipe. Nuk mund t'i ndaj. Unë e nisa për të bërë shumë shkrimtar dhe poet shqiptar. Në e nisa ciklin me këta të dy. Dhe do ta përfundoj, nuk e di se me këtë tjetër. Tani në plan kam për të bërë Lazgushin,
dhe Mitrushin, por të kompozuar në mënyrë tjetër. Të kompozuar me atë lazgushin që godet me atë pendën e artë. Dhe kështu e kam menduar që me një pendë të artë që godet me rufe, si që godista ai me fjalët e ti. Si Zeusi nga Olimpi. Ashtu e kam menduar që ta hedh në telajo. Vendet e vjetra të Pokradesit, ku t'i gjejmë unë për t'i pikturuar? Thjesht tani me imagjinatën tonë, kur vjen tjetri dua një Pokrades të vjetër, thot, dua turizmin e vjetër siç ka qenë, dua të gjirin e turizmit të vjetër. E ke parasysh me imagjinatën tonë kur kemi qenë fëmijë në klasë të parë. E ke parasysh memoria kolektive, ne shikojmë qytetet e botës. Në Paris nuk të lejojnë të ndrosh një dritare ose ta lyesh. Jo, pa marrë lej, pa u gjykuar nga specialistët. Nuk të lejojnë ata. Duan Parisin e vjetër që ka qenë. Paris i ri, ndërto ku do duash. Me çfarë të duash. Unë nuk jam kundër investimeve. Flitet që do bëhet një investim i madh te turizmi i vjetër. Shumë mirë do bëhet për atë investim. Qyteti Pokradesit ka nevojë për investime që i sjellin të mira qytetit. Se zona e turizmit të vjetër është nuk si ta them, ka degraduar. Ka degraduar, por u bën 30 vjet e degraduar. Edhe sa unë nuk doroj 500 vjet që të shikoj të ndërtuar të bukur qytetin tim. Po me kriter. Çdo gjë brenda kritereve. Kjo trashëgimi e vyre Pokradecit me këtë liqen dhe këto male, me historitë frymëzuese të njerëzve që jetuan dhe jetojnë aty me mijëra vite, e bëjnë atë edhe më të adhurueshëm në çdo stin të vitit. Me këto piktura të piktorëve të liqenit të Dritës, një ftesë për ta vizituar qytetin është gjithnjë në kohë.